Shikondi, atëherë po e nis me ju. Zonja Topalli respekton një rregull të hekur që u vendos ditën që doli lajmi, foli zëdhënësja dhe pastaj doli ai mesazhi i famshëm i doktorit që urdhëronte të gjithë përfaqësuesit politik. Ndonjë prej tyre dhe e ka thyer, ka folur, nuk janë drejtues kryesor, kuptohet, por përgjithsisht është ruajtur një heshtje themi zyrtare, formale nga Partia Demokratike dhe drejtuesit real politik, saj që është zonja Topalli. Atëherë pse mendoni që ka ndodhur kjo? Tani, faktikisht këta e me atë devizën që për një gjë që nuk flitet nuk ka ndodhur. Por PD-ja ka këtë zakon, kurse për zonjën Topalli e kam dëgjuar me vëmendje këto ditë, më rezulton që akoma nuk ka mbyllur partinë e saj politike Lëvizja për Ndryshim që kishte hapur në gjykat. Tani është aty, ti jemi realist. Është pjesë e koalicionit. Jo, s'është pjesë e koalicionit, sepse ka hyrë si deputete në listën e mbyllur. Edhe këto gafat që bën për DL-n, që ju bën thirrje shqiptarëve shkoni të riqeni vetë votën nëpër posta se nuk po ju gjejnë. Këta janë gjitha shëmtira që nuk hahen më në vitin 2025. Nëse për DL-n është akull dhe Partia Socialiste. Nëse kjo është korrekte të vesh të posta dhe pikën e caktuar të vesh të rigjish zarfin. Tani të shkosh kjo është korrekte, por jo korrekte. Ne dim shumë mirë jetën e emigrantit. Shkoj emigranti në postë që të bëhet gjuzi deputet. Tani të lutem. Shiko, Ti ta vazhdojsh këtë pjesën e zonjës Topalli, të heshtjes. Heshtje sepse di shumë mirë që edhe një lidhës... Po ankojnë për DL-n, po do edhe përsuaj që kanë për ligjin. Edhe një lidhës po të shprejnë ata, edhe ose di që është direkt një element për të verifikuar, për të kontroluar. E rrithem, janë të devizës që çfarë nuk flitet nuk ka ndodhur. Pikërisht për të fshehur... Po kjo ka ndodhur, kemi mes tavolinës. Po, e kuptoj, pa ta po përpiqen maksimalisht edhe Berisha sot, edhe Dije dhe Pardije të gjithë krerët, edhe Noka që është një nga firmtarët kryesor, ka një heshtje absolute. Dhe kjo për mendimin tim tregon gjitha. Nëse s'do kishin skeletën sertar, s'kishim pse mos ta fshinin, po të flisin hapur. Pa ajo është një kontratë lobimi për Berishën dhe familjen Berisha. Kjo është gjitha, nuk ka lidhje fare me PD-n dhe me interesat e PD-s. Shita, se kjo ka përshtypjen që është kalkulim elektoral. Ta nga shpresuar që kontrata të ofronte të spunton ose shkëndien. Ta tash, pra ishe je dakord me u tentu si shpërtimi kontrolluar. U tentua, por problemi që është, nëse është shpërtimi kontrolluar, është shpërtimi kontrolluar keq. Sepse ti, nëse nxjerr një kontratë tillë, duke pas parasysh vlerën e kontratës, duke pas parasysh dhe gjithë të elementë që ne i diskutojmë, tenton ti menaxhosh që në fillim, ose bën një skalet menaxhimi. Se do t'ishte dhe mënyra më mirë për të mbajtur lajmin si lajm të ditës. Unë kam një mendim shumë të thjeshtë në raport me këtë gjë, në vetë tu do më lejosh të dalë fare pak nga skenari. Jo, s'ka problem. Ti je kandidat, ti ke precedencë nga tjerët. Një problem shumë të madh në Shqipëri që është problemi i korrupsionit politik. Dhe ky është rasti tipik i korrupsionit politik. Që do të partitë politike, duke përdorur fonde cilat nuk duhet të ekzistonin, ose cilat vështirësisht gjenden se si ekzistojnë, prodhojnë këtë pastaj që është pjesa e lobimit, krijimit të influencave, që krijon pastaj atë që në fund ditës është korrupsioni shtetëror. Kështu që një nga gjërat e para që ne duhet bëjmë dhe ne patëm tentuar kur ishte komisioni i famshëm i reformës zgjedhore, ishin dy elementë. E para punës që transparencë. Jo vetëm transparencë, por 6 muaj përpara datës zgjedhjeve të bëhet deklarimi 1 mujor i fondeve që shpenzohen fushat elektorale, që do ti mos barosh fushatën dhe pastaj 60 ditë mas fushatës, ku nuk e mban mend njëri. 60 ditë me kismet, ëh? Po s'ka gjë, se dhe po e shkelë është një masë administrative, nuk ndodh ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Ti deklarosh të fondet dhe mos deklarimi i fondet bën edhe shkak pezullues, por ose përjashtues nga zgjedhjet, po të subjektit. Një dhe e dyta është që ligji për partitë politike duhet ndryshojë rrënjësisht duke detyruar që ti financimin ta kesh konstant në kohë dhe të mirë kontrolluar, gjithë si që është me auditus që nuk e kanë haberin fare se ku shkojnë lekët e partive politike. Se nuk mund të pretendojmë ne të ngrejmë shtet dhe të luftojmë korrupsionin, sa kohë që korrupsioni fillon nga jeta politike. Në fakt, ti nuk na nxorë nga tema, ti na futen në temë. Jordan, në fakt, janë bërë shpesh përpjekje për të rregulluar transparencën e temi proceseve parazgjedhore, të partive politike, çdo raport ose bëjë Odirit deri në mërzi e përsërit atë. Pse kjo duke që nuk ka ndodhur, sepse kjo thjesht nuk ka ndodhur. Po si e shikoj unë e thash vetëm pjesën e parë. Që është kopsitur mirë, është kopsitur mirë. Teknikisht, me detaje,
deri te fjala që thatë ju fondacion. Deri në momentin që s'ka një faturë edhe nuk ka një... Po dakord, po problemi është në perceptim, që është tjetër gjë fakti është gjëra teknike që mund të ketë kontrata. Por në perceptim kjo është dukshëm ajo që thot Kthupi. Pra, mbështetjen korrupsion i pastër politik. Pra, ku para që s'dihen nga vinë dhe s'dihen ku shkojnë, dukshëm ndikojnë, sepse ja ku jemi ne sot, ne po mbledhemi dhe po flasim. Dhe siç do thoshte Lachivita, rëndësi ka të flasin për ty, nuk ka rëndësi të flasin mirë, por flasin keq. Ky i pari e ka bërë kërkesën, pastaj janë bashkuar, ne kemi qenë të dy në kushtetuese për ta prishë të sistem zgjedhor, pa asnjë interes personal, pavarësisht se ky është kandidat sot, po pavarësisht që është kandidat, mendoj pjesa jurist ka qenë ajo pjesa e parë aty në atë pjesë. Sigurisht ky është një sistem i dalë boje dhe krejtësisht jo në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Madje, unë kam qenë këshilltar për ndryshimet kushtetuese në parlament, me emrin parlament, me propozim të opozitës, dhe aty kishte edhe ca njerëz që s'kishin lexuar kur kushtetutën, po që ishin futur si ekspert, që do të bëheshin, por që s'u bën kurrë, përfshi edhe reformën zgjedhore. Dhe unë e mora shumë seriozisht. E bën atë reformën zgjedhore, po pas dëshirës tyre. Po them reformë kushtetuese zgjedhore. Dhe përveç se e mora shumë seriozisht si i takon, sepse unë doja të ndikoja në ndryshimin e kushtetutës vendit tim. Dhe si përfundoj, jo vetëm që deputetët në Këshillin Legjislativ ishin 5 veta, por u kthy një qesharak vinin me një cop letre dhe kishin paguajtur normalisht si puna ime dhe ata kishin marrë një pagesë me 2 faqe dhe propozonin ndryshime kushtetuese me 2 faqe, domethënë ishte qesharake. Dhe madje gjëja që u kam thënë deputetëve dhe është regjistruar audio me gjithë dhe i kam thënë gjë. Ndryshimet kushtetuese janë kur ju t'i bëni, t'jeni në mirëbesim me interesin e vendit. Asnjë për jush nuk jeni në mirëbesim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Po t'jeni, do t'jeni dakord me çfarë them unë, pavarësisht se çfarë flamuri më ka sjell këtu mu, apo ju jeni ju. Unë nuk e kam pa veten ekspert. Nuk merret në aspektin politik. Po pra këtë përballë një trupe gjykose asnjëherë. Atëherë flasim pak gjatë, unë thash pak më herët, unë thash pak sekonda më herët që në PR rëndësi ka që flasin për ty, nuk ka rëndësi çfarë flasin, mirë apo keq. Duhet thënë që me këtë gjë që ka ndodhur, përveç temi atyre që mund të jenë kritik, sigurisht te një pjesë jo e vogël elektoratit diskutohet tema deri dje tabu, apo afrohen Shtetet e Bashkuara sërish me partinë demokratike të drejtuar nga Sali Berisha. Avokat, ta bëj pyetjen ty me që ti dhe një Gjan Laçivitës duket njërëm shkrytet ta fotografinë avokatit, keni atë mbrave tash jo. Po qa lidhe ka mund me ato më? A i shumë të të dhe. Ja, burë pisnik është dhej. Burë, të dy bura pisnik. Okej, nuk ka lidhje me. Unë e them për humorët. Shko, si e shikoj unë këtë pjesën e lobimit të Partisë Demokratike? Unë doja të flisja pak për atë pjesën e anomalive të zgjedhjeve, por që e te i kaluam edhe sepse ishte një shqetësim që ne kemi prekur bashkë në këtë studio. Ti ke halë në Greqisë? Jo. Ideja është që... Po më mos shmangemi, se do të kemi prapë emision, do bëjmë prapë. I rrim të kjo tema, se shumë internet, e lobimi. Dhe të efekti saj sot. Lachivita, fondacioni, kontrata, thuhet që ka të një tjetër kontratë, flitet për 3 kontrata praktikisht. Nëse do të kishe një lloj serioziteti pjesa e Shtëpisë Bardh për ta marrë seriozisht Partinë Demokratike, këtu ishe do i vinte, do i dërgonte 2 veta të vinin të takonin. Po prit s'ka mbaruar akoma? Jo, një sekond, mund të virin më përpara. Ata pretendojnë, një sekond. Partia Demokratike sot... E nisi nocioni që ka një problem Partia Demokratike me Shtëpinë e Bardhë. Nuk ka pas një problem Partia Demokratike me Shtëpinë e Bardhë. Partia Demokratike... Jo, një sekond. E ka problemin, sepse... Jo, e ka. E ka. Vetë ambasada amerikane e ka cilësuar të pa komunikueshëm me ekipi real të Berishës. E ka thënë, ndërkohë, on the record, avokat, on the record e keqë. Ajo e përjashtoi nga mundësia e komunikimit, pra në shumë nuk është tamam. Kështu ishte. Një sekund, kështu është, po si është aktualiteti sot. Nuk është ky realiteti. Sot, realiteti është tjetër, sot në on the record e keqë, deri tani këto $750,000, një gjë e kanë arrit, që është realizuar një telefonat 2 minutëshe, midis firmës lobuese për Partinë Demokratike dhe zëvendës shefit të temit që quhet, të shefit stafit të presidentit. Jo, të zotit Rube, të sekretarit shtetit. Pra, tani duhet ta pranojmë të këshilltari. Politikisht, shefi kabinetit, Partia Demokratike është Partia Republikane, SPS-ja dhe këshilltari presidentit.
politikisht Partia Demokratike edhe si familje politike, edhe si orientim, edhe si histori, edhe si lidhje, është më afer me Partinë Republikane e të presidentit Trump se sa Partia Socialiste, as diskutohet. Po këtu nuk shtrohet çështja. Partia Demokratike është një forcë politike e cila funksionon sipas Kushtetutës së Shqipërisë. Nëse ka problem kryetari apo XY, kjo nuk e barazon me partinë, sepse partia nuk është partia ka edhe mira votues, mrapa i bie që me këtë logjik pas ka problem me një pjesë të madhe të Shqipërisë. Gjë e cila edhe sikur të ndodhte që do ishte lartqoft, ne nuk do ta themi, përkundër se themi skemi, se s'kan problem shqiptarët me Amerikën. Po s'ka Amerika, shiko. Dhe Amerika i ka dhënë leksione botës për problemi nuk është një lloj sikur një gjyqtar që e ka dënuar dikë, e ka dënuar pra në rastin që një sekond, jo shkon. Edhe një herë. Nuk të njeh ambasadën. Non grata është ka dhënë një status, ky status që ka dhënë, ai nuk mund ta shkeli sepse ai përfaqëson direkt shtetin gjë. Non grata është akt politik, nuk është akt juridik. Nuk është ky problemi. Dhe akt politik i cili tregon gjë tjetër. Supi? Kthehemi pas në kohë. Partia Demokratike nuk kishte probleme me Shtetet e Bashkuara te momentin dhe nuk ka sot subjekti. Dhe nuk i kishte, që të bëjmë se ka një vijë kohore. Kur i filluan problemet, kur Sali Berisha u rikthyen kryet PD-s. Sepse ky është i vetmi problem që ka pas. Sa kohë nuk ishte Sali Berisha në kryet, nuk e ka subjekti politik problemin, e ka individi. Nuk e ka, po nuk e kishte. Nuk e ka pasur më. Dhe sot nuk e ka. Po nuk e ka më, po largoj individin dhe nuk e ka më këtë problem. Po sot e ka, me ka kryetar. Po pra po largoje individin që të kuptosh kush është problemi. Largo faktorin Berisha nga PD-ja dhe ti shikon, ka më PD probleme me Shpinë e Bashkë? Megjithatë, unë mendoj se ka një përmirësim të raporteve edhe në nivelin personal Berishës, pavarësisht se si mund gjykohet, tani jem fushat elektorale dhe duket si po i bëjmë fresk një tjetër, farë, unë si bëj fresk kërkujt edhe e kam provuar historikisht. Është absolutisht. Ti e di Brown, vështirë ta bësh. Jo, si bëj fresk kërkujt. Vështirë ta bësh po. E kam karakter të keq këtë pjesë, po gjithsesi. Nuk le me ecë në Shqipëri. Praktikisht është shumë e thjeshtë. Padyshim që raportet e të Partisë Demokratike me Amerikën sot janë më mirë se sa ishin dje dhe janë më afër se sa qeverisja Rama, për mendimin tim. Pra, ti thua që Berisha është më afër me Trumpin se ç'është Rama? Partia Demokratike po. Berisha mendoj se është më afër se sa ishte dje.